Mirë mbrëma sërish, mirë se takohemi, shumë kënaqësi jemi dhe sonte bashkë, mezi po I presim mbrëmjet në mënyrë që të diskutojmë për shumë ndeshje që po zhvillohen qoftë pas mesnatë, qoftë në orët e hershme të mëngjesit, e po ashtu edhe të ndërlidhim pak sportin, jetën, kulturën sportive erës që duhet po besoj të marrim lakmi për kulturën. Edhe në sport edhe gjatë kampionatit botëror, po shohim shumë lajme ku po gjejmë edhe për ditëshmëritë tonë, ndoshta ato që ballafaqohemi çdo ditë, më pas po I dëgjojmë edhe tek historitë e futbollistave të ndryshëm nëpër botë. Ky është kampionati botëror 2026, I cili po servon çdo ditë ndonjë risi, ndonjë lajm. Pikërisht. Që kur ka nis ka pas risi kështu, ka pas ndryshime, shtetet, të cilat janë inkuadru. Po, tash edhe në ndërkohë, po shohim gjëra interesante, edhe eliminime tash. Edhe eliminime. Tash, shkuarje në shpe, mbledhjet valigjeve dhe në shtetet e tyre. Në për shtëpia. Këto do të ndalemi sot se ky kampionat botëror a është befasues apo po na zhgënjen deri diku, secili kemi pritshmëritë tona në raport me shtete të ndryshme, u shpërmend bile edhe në studiot e na Lirik, prej shumë mysafirëve që I kemi pas, ka pas shumë prej tyre që kanë pëlqyer Gjermaninë. Dhe iku. Dhe iku Gjermania. Japonia është përmend. Japonia është përmend, po ashtu iku dhe Japonia. Shohim sot se si mendojnë panelistët cilët I kemi të ftuar, si po e shohin këtë kampionat botëror, apo ka befasi, apo ka fillu t'i humb emocioni. Sepse moment kur eliminohet shteti I preferuar, kombëtarja jote e preferuar, më pas hupim pak emocionet, se disa nuk e kanë një plan B, për shembull. Nësë ne shqiptarët, është që I patëm shtetet tona atje që me di tamam për çka po bëjmë tifo, I zgjadhëm shtetet tjera, duke besuar potencial, mitësi e shumë çka tjetër, do të shohim si do të rrjedh kampionatit deri në fund. Kjo do të jetë tema e sotme për diskutim, para se të shkojmë tek prezantimi I mysafirëve, falenderojmë bashkëpunëtorët e këtij emisioni, me çdo ngushtë krejt në debat, Etiketa, operatori turistik lider dhe inovativ në Kosovë, Zvicër dhe Gjermani, ku nga aeroporti ndërkombëtar I Prishtinës ofrojnë lidhje të drejtë për drejta me destinacionet më të kërkuara evropiane. E ju biletën mundeni me rezervu në etiketa.com. Ndërsa nëse na nevojitet që të kemi një kontroll mjekësor apo shumë çka tjetër, e kemi rrugës për në Çagllavic, spitalin Fati jemi dëshmuar ndër vite në ofrimin e shumë shërbimeve mjekësore, e mbi të gjitha në trajtimin e infertilitetit, I vetmi spital që sjell shërbimin e andrologjisë që trajton infertilitetin tek burrat, me shëndetin nuk bëhet kompromis, andaj kur kemi vende të sigurta që na ofrojnë një trajtim të tillë, duhet patjetër që të vizitojmë, që të jemi on top. Për flokë të bukura, Lirik, kemi klinikën Trandevu, klinik lider në mbjelljen e flokut. A I bie që këta me flokë të bukura duhet me u shkull flokë, si... Po, si këto që po shohim në reklame, cili gjithmonë është njohur për flokët e veta tashmë edhe me klinikën Trandevu, vazhdon trajtimin për flokë gjithmonë të bukura, por edhe për trajtimet e tjera estetike. Klinika Trandevu shpallur klinika më e mirë në Evropë për shërbimet që I ofron. Për me I pa këto shërbime, mund klikoni në rrjetet sociale të klinikës Trandevu, ku aty mund të merrni edhe më shumë informacione. Dërsa sa I përket syve, shikimi ton me shumë kujdes në ofrojnë trajtim edhe Spitali Italian I Syrit, që është koncepti më I avancuar I klinikës oftalmologjike në vendin ton, erës mbi gjitha trajtimet janë me metodat më të sofistikuara të cilat ekzistojnë kudo në botë dhe vinë këtu në vendin ton. Trajtimi është pa dhimbje, llogaritë me shku te mjeku, me I kontrollu syt, me pas edhe ndërhyrje në to dhe mos me ndje kur gjo, po besoj ky është avancim. Shto faktin e shumë profesionistëve vendor dhe ndërkombëtar që ndodhen në këtë spital, nuk bëhet shakas me shikimin. Asnjëherë. Bele me shikimin. Bele me shikimin nuk bëhet shaka. Me neve sonte në studio është Tauland Vokshi, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Kënaqësi të kemi pjesë panelit. Gjithashtu. Isuf Sejdiu, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, falenderoj. Në anën tonë të djathtë kemi Agim Agushi, rekordman, shqiptari rekordeve, mirë se vjen, kënaqësi. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën.
Pas pak, me që vje nga një destinacion më i largët të nuk dodhet në kryeqytet, është edhe futbolisti Bledar Tolaj që do të bashkohet teksa ne marrim fjalët e para. Po nisi me Isufin, Isuf për kë po bën tifo? Apo tu eliminu? Unë për Spanjën. Okej. Në fakt, si lojtar Messi kam dëshirë shumë, po pëlqej futbolin spanjol edhe shpresoj që Spanja edhe Argentina i kam të favorite, por Spanjën e kam favorit kështët edhe kam dëshirë. Qenke edhe me plan B nëse të eliminohet njona? Normal, nëse nuk është kombëtarja jona, atëherë mundu me pas edhe planin B, kishte me qenë Kosova, atëherë tjerat kishin nga. Po, t'ishte me qenë Kosova së Shqipëria, do t'ishte krejtë ndryshe atmosfera këti? Se folje, po normal, na jemi një edhe... Por, kur je për shtetet tjera, atëherë kam edhe planin B, shpresoj që njona pitën e ose Spanja, ose Argentina për lidhen Mesin, unë kam dëshirë Mesi prapë se u ndez një debat se Messi nuk është ma i mire o Maradona, bilen e ti bën 2 kampionate. Ne kemi trajtu edhe si tema, Messi apo Ronaldo? Vetë Shumica a fanë Messi. Për mua është diferencë madhe mes Messi dhe Ronaldos. Ronaldo krasot me Messi, Messi me Maradonën e pellën, kjo dalimi. Normal, unë e mi tregu drejtën në... Ku e Messi, ku e Ronaldo kështu? Tregoj drejt, Messi nuk muna me krasu, unë jam fanë si Ronaldos vjetër që ka qenë Luis Nazario, por prapë kër e bëj krasimin me Messi, Messi është i paprekshëm për mu, është besoj që ato e ka dërgu zoti, për ata dhe ja dham fund karierës edhe kampionatin botëror që me vullos, që mos me pas më debat. E të Spanja kënë e ki kështu unë jam fanë si Barcelonës, kështu si ekip, atër unë për jamollin edhe lojtari i ri, po ka shumë presion, shpresoj që aj me vendos lojtash që vinë, sepse një gjalli i ri kër është edhe për njerë, e krija një formë të madhe, atër edhe na do me kuptu si rasti me Zhegrovën, pak mos me kritiku shumë, më mënu me kuptu një djallë tri kër e merë një përgjësit madhe, normal që ka një argabojnë edhe dalin për vetës, po shpresoj që jam edhe me konvendimtar për Spanjën tash të ndeshe që vinë. Ylle i ria. Ylle i ria, vërtet. Ta Holland? Unë e s'po klasë kur gjohë, se Argentina? Një të fasëndimin. A dhe ti Spanja? Jo, Argentina. Argentina, okej. Edhe për shkak të Mesit, normal, jam fanë se Mesit, për futbolin që dhëron edhe mënyrën si organizon lojen, në gjdo pjesë fushës e ki, nuk është vetëm të sulmi, ku i sërbohen gatshëm topat, po a merë prej gjysës fushës, organizon një pasime, kryon raste, edhe për këtë arsye më pëlqen. Normal që Spanjën e kumë pas dikur favorit, për shkak të lojës, ka qenë kopje lojës Barcelonës. Qaj lojë është bartë edhe të kombëtarë e Spanjës se kanë qenë, po edhe ky ka qenë sukses i Spanjës se ka pas një ekip komplet një klubit i cili ka rrit me fitu kampionatin evropian dhe botëror. Në atë kohë, në pa diskutu shumë, në atë kohë... Për ndrysh ekipet tjera e kumë përcjell, ato që kemi mujt për shkak të orarit. A është dikush që t'ka befasu? Ose t'ka shgënjy? Me më shgënjy, po, Gjermania, për shkak se Paraguay nuk ka kallzu nej lojt mirë, se kumë po edhe me Amerikën e kam po shbindshëm, edhe ndeshën me Turqinë, Paraguay nuk ka qenë ekip e nivel, edhe në fund triumfoi ndaj Gjermanisë, edhe për mu ke befasi. Për ndryshe po, do ekipe si Cape Verde ose ai ekipi tjetër që është Kongo, Sontelun, edhe me Anglinë, do ekipe që si kumë prit që kanë me pas rozat, kanë me kalu ma dje fazën e grupeve, po tash janë ndeshjet kryesisht ma të forta dhe aty shihet ekipi. Unë besoj që favorit kryesor është Franca, në bazë ndeshjeve që ka lujt e kumë përcel, me kaq lehtësi kanë poshtë ekipet. Po dhe mbrëme kishë. Edhe prome poshtë, edhe kontrolluan krejt ndeshjen, edhe kur dëshin shëneshin gol. Për mu, Franca favorit. Unë jam Argentina. Jam Argentina. Edhe fale Maroku, nuk është befasi për mu. Njerës se cilësojnë si befasi jo. Edhe para 4 viteve, kampionat botëror, Maroku është eliminu për Francës, edhe diqysh si me zore ka eliminu, se ka qenë njerës zakonisht shumë ekipi mirë. E ka eliminu Portugalin, Maroku, edhe lujnë me shpirt e lujnë, krejt ekipi. Bledar Tolaj, mirë se vjen, knatësi. Mirë se ju zhe, knatësia është imja. Mere kohën, mere vetën, se jemi në radhën e parë të fjales, ta pëtë sagimin, dhe më tani ku kemi befasin ose zhgënjim nga kampionati për ty, qysh po duket? Befasi, nuk besoj që do të pasër edhe ka pasër, për derisa të shtete kanë mërë pjesë
kampionat dhe mori pjesë kampionat botëror, e kanë pas një potencial të cilët janë kualifikuar. Një befasi mu e shumë për vjen tashit e disa kombëtare, në kombëtarët e tëre pa kanë lejtarë shumë të huj. Për derisa për flasë për Gjermanian, më herët, do shta kanë qenën 7-18 lejtarë Gjerman, e 3 kanë qenën Oslandera, tashtë është e kondër ta. Shpirti luftarak, kur të luftojsh për këmbë, lejtarë të cilët lujnë, ata lujnë për shtetin e Gjermanisë, po nuk lujnë për kombin e Gjermanisë. Njëjtë është edhe për Zvizë. Ata më dush me shonë se në rast tjile ka për shembull Kroacian, më pëlqen se kroatët me të vërtet lujnë për shtet, për lujnë për këmbë. Te Gjermanët, unë e shoh, kjo është ajo mangësia, pse po kanë ngecje, edhe historikisht shumë kampionatet të cilat janë mojtë në jashtë Evropës, problemi kanë pas shtetet e Evropës me fitut titullin e botës që është mojtë kampionati jashtë Evropës. Do është edhe kushtet klimatike dhe temperaturat e larta. Mirë, po me gjithat, unë e favorizoj Francën, deri tashti që më ka pëlqyen, edhe e ka pasën atë shpirti luftarak që ato desht me mor titullin, është Franca, Brazili, besë Argentina, Portugalien me një nëndës pak se Franca, po është një lojë e fortë ndërmjet Kroacijës, edhe pse e favorizoj më shumë Kroacijës se kam qef që një shtet Balkani ta fiton një titull e kampionit botës. Veç edhe një pyetje kam. Tha që në Gjermani i quajtë Auslandera, pra qytetarët të cilët jetojnë prej vitësh mund të kenë edhe shtetësi gjermane, por jo kombas, si që po i qunë. Po shqiptarët që lujnë në ekipe, a javin maksimumin? Kralj Gjoka luftan, më në di që luftan. Po për besë ndryshe të kishë pasën me lujtë për Shqipërinë dhe për Kosovën. Sepse a Gjoki arbror të shqiptarët i afroni grenë. është problem edhe pastaj edhe kontratat të cilat i kanë me ekipet e mëdha. Do shta rrezikojnë shumë më shumë për shtetin e vet, për klubin e vet, pagës e ka një farë rezerve me rrezikuar sepse i hub karriera. Shumë lojtarë i ka hub karriera kur ka luajtur për kampionate, kur janë kthyer për klubet e futbollit, lëndimet e kanë bërë vetëm. Edhe pse është një rregull e FIFA-s që ju kompenzohet diçka, mirë po nuk e di plotësisht se çka, nëse lëndon, por megjithatë ka një farë rezerve. Po duhet jenë më të kujdesshëm. Po, më të kujdesshëm normalisht. Bledor, u përmenden shumë kombëtarë, u përmend Franca, Argentina, Spanja, i Sufi tha bëj tifo për Spanjën. Ti ka po janë bonë këtë kampionat? Po, vetë fakti si që tha dhe parafolgjit që kanë arrit të jenë pjesë e kampionatit botëror, pa dyshim që gjitha ekipet kanë potencial, sidomos të skuadrat me tradit, kanë potencial të jashtëzakonshëm. Megjithatë, kam përmendur edhe më herët se dita ditës diferencat futboll po zvoglohen edhe niveli profesionalizmit ka rri aq në altë sa që nuk mundet asnjë ekip të luajë me një komoditet shumë të madh ndaj një ekipi tjetër në nivele të tilla siç është Kupa e Botës. Po gjithsesi këto skuadrat e mëdha tradicionalisht kanë qenë kombëtare të forta, kanë ruajtur traditën për shkak edhe politikave që kanë në shtetet e tyre, për shkak se skuadrat që kanë tradit nuk e kanë rastësisht atë tradit, është e kultivuar me vite, me dekada, njëjtë vazhdojnë ta kultivojnë kombët e mëdha siç është Franca, Gjermania, Brazili, Argentina, Portugalia etj. Padyshim se ndikon shumë edhe ADN-ja e këtyre shteteve, mirë po edhe investimet, edhe politikat çojnë në atë drejtim që të ruhet një traditë e tillë dhe padyshim se futbolli është masovizuar shumë dhe në çdo vend tani niveli profesional është shumë i madh. Qoftë prej gjithë njerëzve që kanë pjesëmarrës, videoanalist, trajner, lojtar, gjitha këtyre që janë botën e futbollit janë nivelin më të lartë profesional. Tash dallon kualiteti prej kualitetit, po megjithatë janë shkolluar me shkollime të ndryshme, me licencime të ndryshme, kështu që diferencat janë të vogla, po gjithsesi Francën e shoh si skuadër favorite për shkak të thellësisë që ka skuadër,
edhe komoditetit me cilin po luajnë, sidomos Çaj bën kjo thellësia? Thellësia është numri njerëzve në skuadrë që ka numri lojtarë, për shkak se nëse Franca përballet me 2-3 lëndime të lojtarëve kryesorë. Ka rezerva. Ka rezerva shumë kualitativ, kjo është shumë e rëndësishme. Edhe rëndësishme është edhe përshtatja atyre, padyshim që kombëtarët përgatitja tashmë është me cikle përgatitor dhe asgjë nuk vjen rastësisht dhe nuk vjen aty për aty. Ky numër i lojtarëve kanë punu tash sa vite bashk, plus minus mund të jetë lënduar ndonjë për një kohë të caktuar, po tani gjithçka punohet me plan dhe program para prak. Je futbollist vet, kush po duket prej futbollistëve që po spikat kështu në fushë, sepse po besoj ëndrat kur merremi me një fushë na çojnë deri në maja, po. S'ka dyshim. Po pa dyshim këta emrat e mëdhaj si që është Messi dhe Mbappe veç janë në pjesën e naltë gollashënuesve janë 2 të partë, nëse nuk gaboj. Mbappe mbrami kompletoi 6 gola sa ka dhe Messi. Po ka dhe lojtarë tjerë që janë lojtarë që nuk kanë mujtë më shfaqë dhe Kupa Botës është një ratë shumë e mirë për lojtarë. A ka lojtarë që po të zhgënjejnë kështu, që e kënë djekë gjatë edhe tash në kampionat, po duket që... Po s'kisha me specifiku nda i lojtarë kështu individualisht, po deri tash që kemi pa, nuk kanë qenë shumë bendës 2 skuadrat cilat kanë mesin e tyre shumë yje, si që është Portugalia dhe Spanja, po tash ka fillu Kupa Botës më të vërtet. Dhe tash shpresojnë të shohin më të mirën e tyre. Për shtypim kalon lojtarë që realisht kanë ndezë, si që është lojtari i Lilles, është, nuk e di, arrova emrin ati të Marokos, lunë të Lille në Francë. Me sfëshojë i 18 vjeqara i... A neve na merë në qafë. Jusuf Bonu, azit shumë atë emrin. Po, gjithsesi janë këto kompeticionet e mëdhaja që pa dyshim japin mundësi lojtarëve të ri, që ndoshta nuk kanë mujtë më shfaqë në skenat e mëdhaja të futbollit, edhe Kupa Botës është një kompeticion tipik që jep emra ko pasko emra të mëdha të futbollit. Jusuf, nëse krahasoj me kampionatet botërore të kalume, a janë të njëjtit nivel, apo ka fillu me një farforme me uzbe botërore, si event? Po, futbolin përgjithësi, me të fund drejtën ka fillu mu taktizu shumë edhe ja ka fillu me upa jo bukuria, po mungon magjia që ka qenë atërë dhe lojtar ka posë ma shumë apsina, për shamën mi përdur aftësit e të në teknike tash shumë po taktizohen. Unë menoj që ja ka nu pak kjeshin futbolit. Nëse futbolit luet për publik, atër publiku do të me po diçka që një do artukitje kër e bujna. Unë nuk thëmë pse fiziku do me thonë nuk është pjesë e futbolit. Se shumë tash është një problem që edhe prindë që unë jem trener i trive edhe shumë e kam fokusen të tri që shumë ga bem për mu vetëm të fiziku. Unë ka raste me 9 vjeqar 10 këqyr folë për fizik për fmi. Do me thonë, u keq kuptu puna që po bëhet tash edhe me trit, që po ndikon do me thonë nga taktizimit që bëhen të ekipa e pare dhe tash kanë fillu me jahu pjeshin futbolit. Për mu, unë gjitha herë jam adhuru si teknikës. Po Spanja si favorite jote, a ka rujt këto, a dhe Spanja ka lojtar teknik gjitha herë, për që ta dhe e pëlqej futbolin spanjol, se më ka ekip që në venin e fundit, po në gjithdo në deshe sëllmus të kanë shumë të rëzik, shumë edhe të rëziku në gjithdo herë, ka loj ku shet dribling, she shumë sene të bukra që i dhuron futboli. Tash për atë arsye dhe kombëtarët ma të vogla që janë, po përballën me kombëtarët e mëdhaja, krejt me onën e taktizimit, se për para kanë bu lojt, tash po prishin lojt. Shamë. Edhe e kanë fitu një besim edhe kombëtarët tjera. Cila si basete e më ta shukon loja ma më rëzitshme që e ke për cilë? Pa barazimi i Spanjës, që me këti... Edhe po të dhemë ty përse ta... Me fund drejtën adin është më kry baras, shambull një loje e ti... Spanja ka potencial shumë për më kry baras. Ta shumë me nejnë, sa në ka lojtarë që janë lojtarë të lojve të mëdhaja, shambull edhe i vullosin kur është... A Spanja si për para jo, se Bledori... Nuk është, për para ka qenë i Zavi, një njës,
Një Ramos ka posë lojtarë shumë Sponja ka shumë potencial mesin e tyre. Ndaj edhe thash është gjenjim. Atër kanë qenë lojtarë shumë e peshë. Desën motorat e skuadra. Unë menoj që Sponja ko me treku vetë, normal, edhe shpresoj shumë që Jamal ko me konë vendimtar. Unë jo pse jo me Sponjën, po lojtarë të ri cilët kanë talent të madhe dhe ata jo shumë gjykun për rrethet, për media, për një gabim të vogël, nuk i kuptojnë se është një iri që ka raste që s'den me menagju, që bile lojtarët që kanë karrieri kuptojnë këtë sane, po edhe njës që shqiptarë shumë jena paragjykus, do me thotë diçka me ndodhë na e bojna shumë të madhe. Se shqiptarët me Jamallit që kanë vetën qapa. Po zëmë që dhe francez, ta i shohë një si shqiptarët në shqe. Për kam, nëse shluin për kam, që lojtarët janë profesionista, edhe me morë Gjakën edhe Shaqirin, ata kanë qenë ma vendimtarë se vetë Zvicra. Me morë Francën, Franca ka shumë lojtarë me kompetira. Algeriana, do me thonë kombinot, po... 3 ose 4 janë bashkë rektik. Me mi, ma detoje dolin shumë. Se Franca për ata e ka pos një kohë, një periudhë ku ju jep ke, do me thonë, letrat, në gjyrës të barë, se filloj me dominu në gjyra zezë. Kjo të Gjermanë ka diku ma shumë se Gjermania për para ka në... Gjermania e pa të bu një revolucion shumë të madhë një kohë, ku edhe ka fitu kampionat edhe me gjenerat të reja, po me nëjë që ju ka shfoq prap një problem, po besoj që Gjermanët janë një shtetë shumë i fort edhe i zgjut, për me këthy prap suksese që i kam posë. Por që në këtë botëror nuk e kanë shansë. Do të me këthy stilin e vetë lojës që ka posë. Se një trener... Unë mendoj se lojtarë cilë të shkollohen dhe zhvillohen prej se fëmijin një shtetë saktuma, ta pa dyshim që ma shumë ndijen si Gjermanë që sa si një venit prej kuvin. Agushi dryshe mendoj. Shumë mirë po kuptoj, unë po flasë për inspektorit profesional. Na fullëm për në profesionale... Sa do ku do gjeri prap nuk ku. Ajo në gjeshmëria është tjetër qka. Profesionalizmu në veni profesional, a i nuk o zënë asë me menu me lujt 1% ma pak se sa tjetër. E përmendi Agimi si rast, përmendi Gjakën, tha si kur t'lunë të në Kosovë ose në Shqipëri, krejtë ndryshe do t'ishte. Lunë me lunë shumë mirë në Zvicë, unë ndryshe do t'ishte si kur t'lunë të lidhë për shembull me Kosovën. Kur, nuk besoj se kur zbat me thonën, a më Kosova rastin matë fortë si vjetë që ka posën. Por më kualifiku, nuk besoj që do t'i vjenë. Nuk besoj që do t'i vjenë. Amo aty, do të me lonë mërë shpyrtin, se ku pos një shokë të bëjke, kur të dele dhe vlovi jem, kur t'jam finale, unë aty shkatrojnë. Po dëshia është tjetër, po do nga të më krenu në Kosovën. Dhe edhe e kulturizmi, shash me lujtë që shme. Por Kosovën do të më krenu shumë, na sojna pra nuk do të me Kosova ishtë marrë pjesë kampionat. Sukseset në dhoja, na nuk bën me kur shumë para gjykus, ka shtete shqipnia sot vjetë. Nuk bën më krasu me ato pse ata s'ka mujtë e bëspojnë na. Jo, zbanë është. Po menoj që Kosova, si me ekipe vendore, si me kontore, na këna të regullojt në dhoja kundër ekipe të mdhoja. Na ju këna bu bol shumë shpejt, ekipe shumë të mdoja botnore, që e kam posë vështirë. Oshtë e vërtetë, Suedia të ere ke mujtë, Suedia kvalifikuar. Unë Anglin, që më ka pu me qesh, me 1% modhe të lojës Anglia të lojnë butërik, me lunë këndërsojnë këndër neve. Logarete ku është në krasë me neve. Na do të më kohë shumë krenar, mësë me kohë shumë para gjykus, na kena... Si popull e na konfitur shumë pak, shumë ofër me ndryshe kishmi përjetu kampionatin. Popull që përparojnë shpejt. Niveli ku lujnë lojtarët e Kosovës, pa dëshim që na e rritë pritshmëri. Edhe rritë e presioni është të rrënë. Që s'mojnë me pritë, po ju me kohë shumë para gjykus. Me analizova ato për shembull që shapi gjetë Italijës, që sa kur s'ma kvalifikohet, te ke posë që qenerat, pa nuk për ditë pas 4 viteve ku pa jetë gjenerat e Kosovës. Ka të investohet, për shana Gjermania tash po danë me bo një replanifikim të programit saj komtar, prej U10. Prej 10 vjeqare. Një analizë thellë për shkak të shtimin që po. Edhe për para e kam posë planin që javë ka njep gjdo shkollet futbolit me punu. Aj nuk të regon cëllat strëvi që mi bote, po i kia qëllim. Për atë arsye ka mungu teknika në të Gjermant, edhe jo ndalje, kam bu një analizë të madhe, pse po mungan, edhe kam fillu me maru shumë fusha sportive në për shumë qytete, në për krajina ku i kanë, edhe
ka dalje suksesshme, sepse u bu kampion botnor me U17, me shumë gjenerata tjera, po menoj që prap ka fillu më shfaq një problem atë, po besoj që Gjermanët janë popull shumë i zgjuar dhe i zgjuar. Roland, apo ka ky botror apo sill edhe emra të rinj, apo prap po sillen tek këta emra që vetë janë që përmenden si gjithmonë, Messi, Ronaldo, Mbappé, që nuk u përmend edhe një lojtar që mund me konë ndër lojtarët në Francë kryesor Olise, por mu është lojtari më i mirë atë, që kryen punë më të shumte. Olise, lojtari i Bayernit. Por mu mund me konë ndër lojtarët më kryesor që është për momentin. Domosdoshmërisht përcillet rreth këtyre emrave për shkak se po janë vendimtar edhe po e bëjnë diferencën në fushë. Jo pse po dojmë na. Për shembull një Messi të Argentina ose Mbappé te Franca, po Mbappé ka një përparësi se i ka një super ekip, Dembele është jashtëzakonisht në formë. Ka ardhur prej Parisit kampion, këtë sezon ka qenë në formë. Olise ka tregu edhe lojna ndaj Bayernit e Real Madridit që kemi po dhe lojna tjera u konë vendimtar. Për shembull është një super asistus. Edhe ka kontrol dhe jashtëzakonshëm me topit. Pro me kemi pa në disa raste, ata e kthyn ndeshjen në një mjetësore ndaj Suedis, dikur se sartë kishin dashur, kishin shënu. Pas të Barcola, që është lojtar shumë i shpejt. Për ndryshe, për atë arsye edhe lojra edhe krejt për cilët rreth emrave prap. Tash ka filluar ajo faza kritike, ku ballafaqon ekipet e forta me vetë, mos harrojmë që Spanja kampionatin botëror ku ka fituar, lojën e parë ka humbur ndeshjen e parë. Njëjtë Argentinë. Edhe ka pas me Arabin, edhe ka pas kritika. Nuk është më marrë për bazë ndeshjet e para. Tash fillon ajo faza kritike, unë mendoj që disa ekipe kanë me përfasu për faktin që lojtarët e tyre janë të luajtur nëpër do liga të forta. Shembull, ka pas përçmëri për Japonisë për shkak se është përgatitur program World Cup 2050, që deri në vitin 2050 ta më arrit me mushpall kampion. Kanë investuar, madje kanë mbledhur një klub vetën në Belgjik, ku janë të rit mu servite si formë akademisë. Me të thënë drejtën Japonia e përcella ndeshjen atë natë, e pat mundësinë një kundërsulm që kanë 3-2 me shënu edhe me mbyll ndeshjen. Po çto është dallimi te lojtarët e mëdhaj që nuk i hupin këto raste, edhe bëjnë diferencën. Japonia nuk e patën këtë luks, Japonia po. Unë e përcillë shumë gjeneratat e reja të shpunojnë. Për mu, punën që e bëjnë teknikisht, koordinime që i kanë trit atje, për mu në Evropë nuk kom pa qatë koordinime të që punojnë ata. Po, unë ka njerë, kër e analizoj vetë me nëjë zarë fiziku, si që nuk kanë fizik për me përbol. Brazilje, këtë e lojnë në topanajrë, me krosime. Puna që bëhet një Japoni me tri, unë i përcillë shumë, mu më befasan. Brazilje ka dhe një që edhe bëjnë është dhe fush Japonez. Po për ndryshe Brazilën nuk u pa mlajnë ndeshje që ka pas, mos ta marrim Japoninë, se Japonia nuk është nivelit të ekipeve që janë Franca, Anglia ose Spanja. Ndeshjen me Japoninë, Brazili topa në ajër shfrytëzoi për shkak gjatësisë japonezëve dhe fizikut. Edhe arriti me barazu. Po shkam boni përshtypje se një njëjti gol i Kolumbisë u anulun ndaj Portugalisë, ndërsa i Casemiros ke i rregull. Është i njëjti. Se mas në edhe shumë në analizë dhe të huj edhe posh, po jo në i loj ku me ditë sa bince. I ka disa emra, po për ndryshe sulmin në kondop. Rafinha është lëndu, përveç Vinicius që është ma produktiv, edhe loj nuk ka ku me ditë fare. Unë e besoj që me Norvegji ka me pas problem Brazili. Që të raste vinë pa individat, si puna Vinicius. Ekipi ka në gërë dhe zhjithë situatën individ. Po ka pas luksin se s'ka pas ekipi që me Marokon, për shamë, në ndohë Baros. Ka pas mundësi me fitu Marokon. Vinicius, menoj që Alon nuk është lojtar vendimtar për me shënu shumë hu për raste, po folje me klasu, me Mesin, me Mbappé, ata janë shumë konkret. Menoj që ati vinë shumë raste për me shënu, nuk po thonë që është lojtari. është lojtari që që ka ditën e vetë, pak. Që ta përdu me të thonë, me raste din edhe me zhgënyu shumë. Ka raste ku din me zhgënyu shumë mu praste. A kemë qka po mëndon për këta lojtarë të ri që po përmenden? Unë e drejtë me të thonë, kam qef për shumë çdo kampionat botëror me sjellën lojtarë tjerë, me dalë emra të ri. Jo, më morë për shumë na që thashtë e ende, më morë na me një Ronaldo. Ose me një Messi. Me Messi, po, me Ronaldo në alosin anë. Jo, këto e kanë bëllë media. Që dhe media ti kushtojnë pakës e ngrisin tje për shumë. Mirë, po, këtë është drejtë. Amo, aje morë qatë fonë,
për derisa një i ri nuk del, me thonë, o te, ku morë pjesë kampionat botëror, do one me ja zonë vendin një Mesit, ose një Ronaldos, sepse që kjo shonca jemi. Unë s'po shoqa se shpirti luftarak. Mesi Edhe 2-3 lejtar, edhe prap mediat me shkruan, me folën, me përfolën vetëm për shembull Jamal edhe në ndeshjet para kampionatit, shpesh është komentu si ky mund t'jetë gjeniu i ri. Po, ka shancë. Ka shansë mirë për disa lojë në teritarë si shaj kupon, paka shumë më kanë shgënjë në disa, edhe e këmë dëgjuar një trener Gjerman, kur thëj ke Gjermania nuk do të me kopju Brazilin, se Gjermania nuk bëhet Brazil. Se ata e ka të lidhur, gjenit i kesh futbolin, qëfar futbolin lujnë Brazilian. Na do të me këtujat futbolin që kemi fitu kampionatet botërore. Unë nuk peshon një futbolist Gjerman që kur të afrohet për 20 metrave, 25 metrave, për para ka dhon gola. Sët mënore ata me himën në 6 meqit. Pa blokohen aty edhe s'pa ko shansë. Ose një futbolist individual. Gjermania ka lojtarë që më me zhvilluat, me pasime ka lojtarë, ka një kemisht. Pa mungojnë edhe golat kreativ që bëha kia për 30 vjetë, do të më përmena i gol. Për shembull, mirë po, me gjitha si tha, ka bërrit teknologjia, o zhvillu sportin çdo shtet, edhe nuk mujnë për para, janë ka disa shtete që ka në pak më të avancume, ama tash që është gati të Masovizimi futbollit, e ka pru futbollin në atë pikë, që më kosit para parta. Po diskutim shumë edhe puna e hydration break, pushimi ujit që piquin. Nëse njerëzit kritikojnë për shkak të marketingut madh në futboll, atër du të me pas kjo është një sen, që futbollistat morin rroga stratosferike. Dhe më në këto rroga du të me pas një sistem të thithjes fondeve. Një për i rastër më të mira është për shembull që e 1 minutë reklam që bëhet një kompani si Coca-Cola, ose ku ta diun mos përmendi produkte këtu mas jemi në emision, ato tash me njerë nuk vinë të lejtarë, po vinë përmes rrugëve të marketingu dhe fuqizojnë edhe klubet, edhe kombëtarët. Futbolli prapë të thamë... Po komercial krejt, si pas e... Po shumë, një gëmë, kjo ka pjesën e kje, që pak ka shumë që e dëmton atë imazhin e bukur, të lojës bukur futbollit. Po mos të arrojmë se një futbollist, nëse ka një karrierë të mirë, mundet me siguru të ardhënat për 3 brezat familjes ti. Po flasin për 200 milion sezonën, për shumë, ka futbolist që e merë. 200 milion një sezon i marë, ajo është pare shumë e madhe. Kështu që ajo nuk më i vjen nëse nuk është qika që i masovizumë, qika që i lidhur me marketingun futbollit. Ska teori. Portugalin nuk ma përmendet. Portugalia... Anglin, shkara ze përmendet. Portugalia, une... Ndështë asë për meritojnë. Unë jem fan si Manchesterit edhe Ronaldon detyrimisht në duhet me dasht, po nëse këshyri për syrit profesional, mendoj se problemi ma madhori i Portugalisë është Ronaldo. Se? Edhe për shkak të hijes që ka, do më nuk mundën me te i kalu atë asedhe në aspekt lojës. Ronaldo është penges lojën e Portugalisë. Sa më rast është privilegja? është privilegj, pa dushim personalitetit i ti me qenë aty. Po rjedha lojës me Ronaldo është ndryshe. Ronaldo ka arrit me rujt shumë mirë nivelin fizik ti, në aspektin nëse shë nuk ka pesh ose nuk ka kuta djone, mirë po nuk është pashmangshme plakja qelizore, levizjet me unë pavarësisht sa ki pesh ose sa i e fit, sepse është mosh ajo që... Nuk e ka ma eksplozivitetin që e ka mosh. Ronaldo ne përcile dhe... Që ta spekëm a pak që me ndove hia? Po dhe hia Ronaldos, për shambull ka lojtarë që tash o bo tem pëse s'pi pasojnë Ronaldos. Ajo i setë presion djemë të ri. Po shbotim, vëndrore, që s'po pasuat të Ronaldo. Njën të obligum, thojza me ja pasu Ronaldos, ose njën të obligum, gjithmonë kur përmendet suksesi i Portugalisë, qoftë ku botë, qoftë të Evropës fatmirësisht dhe ka marë, mos keq kuptohem, Ronaldo në du shumë si lojtar. Po, e ta. Nuk flitet qysh me bo sukses Portugalia. Mirë, po gjithmonë flitet që Portugalia ja ka bërgjë Ronaldo si kubu. Se nuk e ka këtë problem Argentina, dhe Argentina ka Messi... Se Messi e mon ekipin bi super pavarësisht moshës ti. Messi është një gjeni i futbolit. është një papësretëshëm. Aj lu për edhe për ekipin. Aj mujti me kungën sa një që maj mirë për momentin. Fakti që Kylian Mbappé ka 6 gole dhe 6 Messi,
po Messi nuk ka asiste, Mbappe ka 2 asiste. Janë dallimi Flet se Messi bën Ronaldo në shumë aspekte. Nëse këshyme statistika, s'dia ka shënu dikush tjetër për Portugalit për Argentinën këtë botëror. Lautaro prej penaltis, edhe... 2 golla maksimumi mundon me konë ma shumë se të gjash Messi. Do të thotë Messi ka shënu 70% golla të rezultateve Argentinës këtë kampionat. Edhe tjetra, Messi nuk doshti me lullojën standard, ka lyp me lullojtar të ri, me qenë Ronaldo, me ndodhe kondër ta, prap media të kështirë. Shtu dalimi mes Messi që Messi nuk i merë në zëtë sanet, Messi i fiton me lojtina, me bindjetina, shumë lehtë. Ronaldo me çdo kusht këshirë më konë. Unë më përfarsoj një rast, unë e kuptoj një prind, shambull, një sakrificë që e bën prindi për fëmijë dhe në atë kulmin e karrierës, por nuk e kuptoj kur e ka arritë. Edhe do me thonë, më së fullëm për kushte financiare këtu, prap edhe nona me shku me qajt, shambull, për mu nuk është, unë i kuptoj emocionet e ketë, po mu bu një debat për një lojtar që i ka arrit gjitha. Edhe prap me konë me pru, një gjendje këto, të qërë Mesin, kur follet për Mesin për Dorot. Unë e Mesin e vlerësaj përveç talentit, që unë e prap thash nuk e krasaj me kërkan. Përveç talentit e me madhështin e ti që ka. Aj si Neymari, si ku shukun, gjdo eri ka përkroj, gjdo eri mënu. Mu me Ronaldo më keshë, se unë e respektoj shumë si lojtarë se thujnë sukun talent. Nësë është një model për të ndjeko është Ronaldo. Po Messi ka dhurat për i Zotit genialitetin e ko që ka futbol. Një gol që u po, edhe më nej ke metoj, që të ke kumprek, që më nej ke dhe që ato, për mu aten aty është, si me kom 15 vjeqara, aten... Vjetë s'kujdojshë, Ronaldo. Jo, nuk është që se du, unë e mas shumë e vlerësoj njëtë përdeqme. Si njeri që është të person. Unë me një modhët, që shumë e kanë me në mohë, shumë kanë që veç ata jënë egoista, për mu nuk janë, mu ka dhimt, i vetë një lojtar i Realit, kër e ka marrë, qmimin, topin e artë, është Benzema, që ju më gëzu, së një me Barcelona, po ju më gëzu për të se ka qenë një lojtar shumë vendimtar për Realin e që kun hije. Njëjtë që shumë lojtar. E Messi qëtë për para. Unë thëmë Neymari të rike në Barcelona, që ka pas Messi një kish pas 2 topa ata. Arsyeja pse po insistojnë ka shumë për shembull me qenë pjesë e kampionatit edhe me mrri me fitu botërorin është që o vendosh si kriter ku pa botë se përcakton edhe lojtarin më të mirë gjitha kohërave. Spajtona me këto asnjë. Është vendos si kriter. Edhe për këtë arsye, po jo, nuk janë ato se ki lojtar për shembull që ka fitu 3 herë, 2 herë. Edhe po në ekip me Pellën, po ta çam e thon atje. U kon në ekip ka qellu, është lojtari më i mirë gjitha kohërave jo. Edhe Platini për shembull ka fitu. Edhe mi krasu tash Platini me thonë maj mirë se Zidane mu, ma shumë ka pëlqy Zidane, ato video t'i kena ponë, se ku më rri, Platinin po në bazë videove, në YouTube për kemi mundësimi po. Për ndryshë për qatë arsye është të insistu gjithësysh Ronaldo me fitu. Unë e kumë përcilla ta ndeshën me Kolumbin. Kolumbia jashtë zakonisht ekipi e fort është. Edhe në Amerikë Latine i kanë zerë probleme Argentinës për balle direkte, në kupë të Amerikës Latine. Portugalia ka pas raste, kjo Kolumbia me fituat natë. Brojtja ka qenë e fort fizikisht, taktike mirë mes fusha dhe sulmje, ka Diazën e Bayernit, ka James Rodriguezin, ka ekip, ka emra. Nuk është, po me Kongom ka befasu Portugalia sepse Kongo arriti me janë zerë një pikë. Mirë, jemi në fund, son të erës për mdukët në ora 2, pas mesnate kemi Shëba Bosnia. Shëba fiton. Shëba fiton. Po na kthehen Balkana, si ta? Kthehen sonte. Kanë investu bitet e fundit futbol shumë Amerikë. Mirë. Isof Shëba Bosnia, shkurt? Po me dëshirë kësha pas që Bosnia, po me të vërtet Amerika është një ekip shumë e fort. A ke me ndonjejt? Gjitha parametrët të pëqojt ka Shëbaja. Ledar? Nuk po bona asune interesant, kështu që... Gjithë për parashikojnë për Shëbaja. Munda me dhonë të klerat tjetër, po kapaciteti Shëbas të regonë për me fituat ata, futbol më ndodhë gjithë shka. E vërtet. Ne ju falendrojmë shumë që sot ishe pjesë e këti debate. Ishte shumë knatësi, kështu me muzik, po... Me muzik, pas pak do tjetë Ndrejt Zhonaj dhe Kadrijet Canoli, që do të vazhdojnë analizat edhe shumë shka tjetër. Ne ju përshëndesim, bashkë jemi nesër, diri atër, mirë mbeqet. Natën e mirë.